Nga një muaj para burgimu është saktuar 22 komisionerëve e një vëzhguesi të dyshuar për vjedhje dhe manipulim votash në Prizren, ndërsa 86 të tjerë janë liruar në procedurë të rregullt me vendim të gjykatës themelore në këtë qytet të dielën. Në 4 aktvendime të siguruara nga koha, masa e paraburgimit arsyetohet me veprat penale të cilat prokuroria i ka vlerësuar të natyrës së rëndë, si në aspektin juridik ashtu edhe në atë shoqëror. Sipas aktvendimeve, 23 të arrestuarit dyshohen pos për manipulim votash edhe për marrje dhe dhënie rishfeti si dhe kanosje. I dyshuari G.P, familjari Feta Paçarizit, kandidat për deputet nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, të cilit në numrin fillestar ju përshkruan rrajshëm mbi 6.000 vota, sipas aktvendimit, në cilësinë e vëzhguesit dyshohet për kanosje dhe dhënie rishfeti ndaj komisionerës A.V në Prizren, e cila po ashtu është në mesin e të arrestuarve. Sipas aktvendimit, ai ka shfrytzuar juzerin e saj për të futur në sistem numër të madh votash të paqena. A.V e ka mohuar veprën e marrjes së rishfetit, duke thënë se i pandehuri pa pëlqimin e saj ja ka futur 50 euro në xhep. Sipas avokatit të saj, Hazer Susuri, kjo deklaratë e dhënë në polici me 23 janar nuk është marrë parasysh nga gjykata gjatë vendimarrjes për masën e paraburgimit. Pasi që është në fazën e fundit të studimeve, nga gjykata kërkoi mirëkuptim që të mos saktohet masa e paraburgimit, pasi që nga shkurti e deri në mars është afati i provimeve, të cilat i ka paraqitur dhe duhet të nënshtrohet, dhe kjo do të ndikonte negativisht në punën e saj. Avokati Valon Kabashi, që përfaqëson të pandehurin G.P, i ka mohuar akuzat për dhënie rishfeti dhe kanosje. Sa i përket veprës penale të kanosjes në përshkrimin faktik sipas dispozitivit kundër të pandehurit, bëhet fjalë se janë përdorur shprehje si bie fjala dil për jashta, shko në shtëpi, me të cilat shprehje nuk konsistojnë elementet e veprës penale të kanosjes, nga se kjo vepër penale paraqet një kanosje serioze e cila ka për qëllim shkaktimin e një të keqeje personit që i drejtohet. Komisioneri me inicialet F.L dyshohet se ka shtuar dhe hequr 6.863 vota të kandidatëve për deputet në 13 vend votime. Avokati Bekim Parallongaj ka deklaruar se masa e paraburgimit është ndër më të rëndat në dispozitat ligjore dhe se ajo ndikon rënd në gjendjen familjare të klientit, i cili sipas tij mban nënën me diabet të tipit 2. Për të pandehurin J.J, që në kërkesën e prokurorisë përshkruhet si kryesues i komisionit, avokati i tij Bleri Mazreku ka kërkuar të verifikohet sakt pozita e tij me arsyetimin se ka qenë vetëm antar i komisionit. Bazuar në rinumrim të plotë të vendvotimeve në Prizren, komisionerët në qendrën komunale të numërimit dyshohet se kanë devijuar rreth 70.000 vota të kandidatëve për deputet. Gjatë numërimit fillestar, mbi 40.000 vota u janë shtuar disa kandidatëve, ndërsa mbi 27.000 vota u janë hequr të tjerëve. Manipulim me vota është hasur edhe në komuna të tjera, për çka KQZ-ja ka vendosur për rinumrim të plotë në nivel vendi, proces që është duke vazhduar.